në odhëm në tokën e Shamit, që ka beku i madhi Allah. Videot e publikuara online përmes faqeve të internetit ku bëhet thirrje për xhihad luftarak në Siri janë cilësuar si provë mjaft e rëndësishme. Prokuroria e krimeve të rënda ka identifikuar dy faqe interneti www.sheriati.com dhe www.thirrjaevërtet.com, ku imami vetë shpallur në xhamin e Unazës së Re, Genc Abdurrahim Balla, bënte propagandë për luftën në Siri. Nga hetimet e prokurorisë rezulton se këto dy faqe interneti administroheshin nga grupimi dhe përmes tyre u bëhe thirrje besimtarëve që bashkë me gratë dhe fëmijët e tyre të shkonin në luftën për krimin e Shtetit Islam, ndërkohë që Abdurrahim Balla konsiderohet si organizatori kryesor i rekrutimit, organizimit dhe dërgimit të besimtarëve musliman shqiptar për xhihad në Siri, dhe thirrjet e tij përçonte tek besimtarët jo vetëm përmes fjalëve të së premtes, por edhe në takime të ndryshme, si dhe përmes videothirrjeve në internet. Ata që kanë ju që keni besuar se zot Allah në Kur'an. Din jo Allahut, din jo të dërgurit tim. Por në asnjë nga videot qoftë publikuara në faqe interneti, qoftë edhe në ato që ndodhen në dosjen e prokurorisë për krime të rënda, imami i veçpallur i Unazës së Re nuk shfaqet me pamje. Në video dëgjohet zëri i tij, kundër të tjera. Në videon e titulluar Bashkohuni mos u përçani, imami i veçpallur u flet një grupi besimtarësh kosovar, ku këta të fundit porositen të mos e filmojnë teksa ligjeron. Kundra qafirëve, se keni matë fuqishmi na Allahun xhaleshanehu, Pas skandalit të rekrutimeve për xhihad në Siri, policia, e cila prej muaj shitonte, ka mundur të arrestojë imamin e Unazës së Re dhe 7 persona të tjerë, ndërsa mbeten në kërkim 5 bashkëpunëtor të cilësuar si pjesë e rëndësishme e grupimit, por që aktualisht ndodhen jashtë vendit.